Një ndër zërat bilbil të muzikës popullore shqiptare, djali i Tiranës, Rik Buneçi, ka mbyllur syt për gjithmonë në moshën 18 vjeçare. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta ka tronditur jo vetëm familjen dhe miqtë, por edhe gjithë ardashësit që e kanë ndjekur me dashuri në çdo këngë e çdo interpretim. Për ata që patën fatin ta njihnin nga afër, Rik Buneçi nuk ishte vetëm një artist i jashtëzakonshëm, por edhe njeri me vlera të rralla, një qytetar model, mik i mirë, baba dhe gjysh shembullor. Ai ishte mishërimi i këngës qytetare tiranase, duke bërë atë mbijetoj në kohë dhe të ruhet me dinjitet për brezat që do të vinë. Me largimin e tij, Tirana humbi një simbol të kulturës së saj, ndërsa kujtimet me të mbeten të pashlyeshme për të gjithë ata që, qofte edhe një herë, patën rastin të dëgjonin tingujt e fizarmonikës dhe zërin e tij të ëmbël e të ndjerë. Shpesh mund ta takoje në rrugën Myslimshyri, aty ku muzika e tij depërtonte mes kalimtarëve, duke sjellë një copës gëzimi e maljengjimi në shpirtin e tyre. Edhe pse vitet kalonin, Buneçi nuk reshti kurrë së kënduari. Pasioni për muzikën i rinte i gjallë, duke i dhënë forcë dhe energji deri në ditët e fundit. Vetaj e ka pranuar se muzika ishte arsyeja që e mbante gjallë shpirtërisht. Muzika më man gjallë, më heq mërzitjen dhe çdo gjë të keqe. Pa atë nuk e di se si do ja bojsha. Pati rrëfir një vit më parë në një intervistë që sot merr vlerën e një amaneti artistik. Rik Buneçi do të përcillet për në banesën e fundit ditën e enjte në orën ondërtë, ku do të prehet përgjithmonë në varrezat e Tufinës. Ndërkohë, ceremonia motore do të zhvillohet një ditë më parë, të mërkurën në orën 9 në ambientet e Funeral Home Alba 2000 tek rruga e Durrësit. Miq, koleg dhe ardashës pritet t'i japin lamtumirën e fundit artistit që la një trashëgjimi të çmuar dhe të paharrueshme për muzikën qytetare shqiptare.